Për herë të parë kam kënaqësinë që në Inspire të kem të ftuar një mjeke nefrologe. Veshka kë ka si organ alat dhe kë ka armik? Veshka ka një alat e saj shumë të mirë zemrën, ndërsa armiq ka shumë veshka. Është dhe një shprehje tjetër ime e preferuar që thotë si veshka në mes të dhjame që se kam kuptuar asnjëherë dhe dua ta interpretoj pak me juve sot. Si vetmi rast në organizmin ton ku pikërisht veshja i siguron mbrojtje dhe amortizim dhe siguri në rastin e aksidenteve, traumave të ndryshme. Po në raport me ilaçet. Të gjithë këto preparate që quhen preparatet e dhimbjes, përfshirë okin, ibuprofenin, aulinën, voltarenin, janë një familje shumë e madhe, nuk duhet të merren në farmaci pa përshkrimin e mjekut, sepse ato dëmtojnë rëndveshkën, ato në mënyrë të heshtur rrisin presionin arterial dhe mund të arrijnë deri në dëmtim akut të funksionit të veshkës. Suplementet ndërkohë që marrim në palestër, përgjatë përdorimit të këtyre dietave keto apo me nivel të shtuar të proteinave, duhet të kontrolloni veshkën tuaj. Cilat janë shenjat e zakonshme që ne ja anashkalojmë por që mund të lidhen me veshkat kur bëhet fjalë për sinjalet e organizmit? Një dhimbje koke e pa shkak, një enjtje e këmbëve dhe akuzojmë qëndrimin gjatë në këmbë, një dhimbje mesi që akuzojmë që dhe mendojmë që mund të jetë një reumatizëm. Cila është gjëja më e keq kuptuar e dializës që ti do doje që shoqëria ta normalizonte? Pacientët në dializë kanë një dhuratë që është një veshk artificiale. Dializa është baza, është shumë e rëndësishme në shpëtimin e jetës së këtyre individëve. Sa vite ka jetuar një pacient i smur nëpërmjet dializës? Mbi 20 vjet. Klinika Premium. Klinika private që keni ndërtuar bashkë me bashkëshortin tuaj një klinik model në kryeqytet ku unë vi dhe bëj rregullisht analizat. Stafi im gjithashtu. Premium Clinic është konceptuar si një model i një poliklinike i cili ofron shërbime për të gjithë në çdo lloj aspekti. Nëse veshka do shkruanin një letër për pronarin e tyre, cila do të ishte fjalia e parë e kësaj letre? Fjalia do ishte vetëm me 3 pjesë. Mos ha krip, pisasi ujë dhe mos mbani urinën. Për herë të parë kam kënaqësinë që në Inspire të kem të ftuar një mjeke nefrologe, e cila do flas në këtë bisedë me mua për një nga sistemet më aktiv, më të rëndësishëm dhe më të heshtur të organizmit ton, për veshkën. Mirë se ke ardhur, Marsida, jam shumë e kënaqur që kam një tjetër podcast mjekësor, sepse podcastet mjekësor kanë gjithmonë një interes të jashtëzakonshëm. Njerëzit i klikojnë, i dëgjojnë, pse mendon që kanë kaq shumë kurreshtje? Në fakt, problematikat shëndetësore janë të një rëndësie themelore dhe është pikërisht kurioziteti që kanë të gjithë individët të dinë diçka më shumë për shëndetin e tyre. Mbas e gjenë vetveten të një nga ato shqetësimet, nga ato problematikat, janë të interesuar çfarë ndodh përtej bluzës së bardhë, përtej mantelit të mjekut, janë të interesuar çfarë përfaqësojnë mjekët në vetvete. Nuk janë vetëm ato të cilët japin këshilla, ato të cilët kushtojnë orë të tëra duke dëgjuar pacientin për t'i dhënë një zgjidhje. Shikon, në ritmin frenetik të jetës moderne, ajo që ne bëjmë, gabimi më i madh që bëjmë me veten tonë është që e harrojmë veten tonë. E harrojmë shëndetin, edhe shumë pak janë ata njerëzit të cilët janë hipokondriak, si puna ime për shembull, që për çdo shqetësim që kanë, me kurajë i bien telefonit një mjeku dhe shkojnë bëjnë një diagnostikim, shkojnë bëjnë një analizë mjekësore dhe kërkojnë një përgjigje. Është futur shumë tani në traditën e të jetuarit mirë, longevity, që është gjithë kjo shkenca e jetës së gjatë, e ripërtëritjes së qelizave ose mjekësisë preventive para ndalimit të sëmundjeve, po prap është një minorancë shumë e vogël e njerëzve të cilët janë të ndërgjegjësuar për t'u kushtuar shëndetit. Pjesa më e madhe e njerëzve që jetojnë në jetën urbane nuk i kushtojnë vëmendjen e duhur shëndetit. Ne do flasim specifikisht për veshkat sot. Është dhe një shprehje tjetër ime e preferuar që thotë si veshka në mes të dhjame që se kam kuptuar asnjëherë dhe dua ta interpretoj pak me juve sot. Po, është në fakt një shprehje popullore, e cila i referohet strukturës anatomike dhe morfologjisë së veshkës. Është një zonë komforti. Veshka mes vjamit është siguri, është edhe nga pikpamja edhe ndërtimore, por edhe nga pikpamja filozofike. Veshka nga pikpamja anatomike është e mbështjellë nga disa veshje india-adipoz diamore, prandaj quhet si veshka mes djamit, të cilat i ofrojnë veshkës një mbrojtje kundër tronditjeve, kundër traumave, në rastin e traumave është e mbrojtur. Pikërisht për nga rëndësia që ka ajo, është dhe struktura anatomike në funksion të sigurisë dhe
mirë funksionimit të saj. Do të thënë është rasti kur djami është i dobishëm dhe i bën mirë një organi. Është vetëm rast, me sa kuptoj. Është vetëm rast në organizmin ton ku pikërisht veshja i siguron mbrojtje dhe amortizim dhe siguri në rastin e aksidenteve, traumave të ndryshme. I ke kushtuar jetën mjekësisë, ke studiuar në Itali, nuk e di çfarë ka mbetur tek ti nga Italia dhe çfarë i ke lënë ti Italisë dhe çfarë ke sjellë në Shqipëri me vete. Profesionalisht po dhe në dimensionin tënd personal. Sistemi italian të një dhe të edukon me disa dimensione të tjera, me një kulturë dhe një nivel akademik të një niveli tjetër. Njëkohësisht në Itali u njoha me rëndësinë e standardeve dhe nevojën e bashkëpunimit në ekipe multidisiplinore. Është pikërisht sistemi italian universitar dhe postuniversitar i cili të zhvillon të menduarit kritik. Për çdo vendimarrje, të gjithë profesionistët kërkojnë një evidencë të shkencore, mbi të cilën bazohemi për vendimarrjet tona, por nga ana tjetër, të shtyn që ti të kesh një edukim në vazhdim dhe të përditësohesh dhe në mënyrë të vazhdueshme. Vjen nga një familje mjekësh, nëna neuropsikiatre, babai mjek familje, motra kardiologe, bashkëshorti mjek gjithashtu. Dhe ti vendose ndryshe nga motra jote që mos të punosh edhe jetosh jashtë, por të kthehesh në Shqipëri. Motra jeton në Gjermani? Po, në Gjermani, është mjek e kardiologe në Gjermani. Kishe disa opsione dhe ti për të qëndruar mbas studimeve në Itali, në atë vend. Po, patjetër. Por erdhe këtu. Mundësi, erdha këtu, riktheva. Mendon që ky është një vendim i mirë kur e sheh kështu nga larg? Është e vështirë ti ndash nëse është e drejta apo jo vendimet që merr. Por ajo që mendoja në një moment të caktuar kur isha para një fakti dhe një diskutimi me bashkëshortin tim dhe ai insistonte që ne duhet të nisnim një jetë të re në Gjermani, unë isha e para dhe ishte kungulja ime që ne qëndruam këtu, sepse mendoja që është gjëja më e mirë që unë mund të bëja, sepse këtu ishin familjarët, këtu ishin pacientët, këtu ishin qytetarët, këtu ishin studentët, këtu ishte komuniteti dhe të bësh dhe një gjë të mirë, të jetosh në Shqipëri nuk do të thotë mos aplikosh standardet të larta si në Gjermani. Unë vendosa të qëndroj këtu, të ushtroj profesionin tim këtu dhe të vendos edhe cilësinë dhe standardet e mia në vendin tim. Bashorti yt mjek epidemiolog, 14 vite histori dashurie bashk. Edhe në punë edhe në jetë 100% të kohës e kaloni bashk. A ka ndonjë moment kur nuk jeni bashk? A lindë nevojë që t'jeni e vështirë është mos jemi bashk, sepse ne bëjmë ekipin bashk. Ne jemi bashkëplotësues, ne jemi komplementar të njëri tjetrit, e mbështesim njëri tjetrin në mënyrë të jashtëzakonshme. Është pikërisht dhe ndryshime që kemi me njëri tjetrin që arrim në komplementaritet. Unë jam emocionale, synoj gjithmonë të kem rregullsi, detajet, ai është më racional, është më ekuilibruar. Në jetë për çfarë jeti shef edhe për çfarë është shef bashkëshorti? Se deri tek Gjermania kuptova që ai donte që ju tiknit, ti që do qëndrojmë këtu dhe fitove ti. Është e vështirë të themi kush është shef, me humor le ta themi unë jam shefja e organizimit, se më pëlqen ato detaje, duhet të jemi programuar, duhet që gjërat i kem nën kontroll, ndërsa ai është më pragmatist, është shefi i qetësisë në familjen tonë. Shpeshherë më thotë, "Rieqe, gjërat do shkojnë shumë mirë." Ke pasur një mentor në jetë nëse flasim për modele referimi në profesion? Po, kam pasur disa mentor, jam fatlume dhe i quaj veten me fat, se përveç familjes që ka qenë një mentorim i jashtëzakonshëm në rrugtimin tim, kam patur edhe miq, koleg të afërt. Një ndër këto vlen të përmendet edhe profesori Sufkalo, që është një ndër eminencat e mjekësisë shqiptare, dhe me gjithë madhështinë e tij, madhështi profesionale, intelektuale, njerëzore, ai ishte i thjesht. Ishte një mentorim i jashtëzakonshëm që tek mjeku, tek profesioni jon i servitutit duhet lind dhe duhet mbizotëroj thjeshtësia. Shiko, ne kemi studiuar në brezin ton me kandile me qiri. Sot në të tjera kushte, të tjera mundësi kanë studentët, pra kush do të mësoj ka një enciklopedi të jashtëzakonshme për të thelluar dijet. Nga ana tjetër, sa kaq para disa ditësh kam lexuar në një studim thuaj se Gen Z brezi i parë në historinë moderne është që ka IQ më të ulët se prindrit dhe shkak është varësia nga inteligjenca artificiale. Si pedagoge që je përballë këtij brezi në auditore, si e shikon këtë panoram, kontrastin e epokave?
kontrasti është i jashtëzakonshëm. Ne dilemat dhe vështirësitë janë totalisht të ndryshme. Ne ishim në luftë dhe në sfidë të vazhdueshme për të aksesuar njohuritë. Unë punoja në kohën time me dispensa. Dispensa mund të ishte edhe trashëguar nga prindrit tanë. Ishte e pamundur të aksesoje teknologjinë për të marrë informacione në mënyrë të menjëhershme. Dispensat ishin disa broshura të cilat ishin të marra përgjatë leksioneve të krijuar përgjatë leksioneve të pedagogëve. Ne ishim të etur për dije, ne rinim me orë të tëra në leksion dhe shkruanim faqe të tëra me leksione, me thënjet e pedagogëve tanë. Ajo që shoh ke brezi i ri nuk është mungesa e inteligjencës. Është mungesa që ato kanë në thellimin e të menduarit. Mungon të menduarit kritik, mungon sinteza e atyre që ato marrin informacionet për punimi i këtyre informacioneve. Dua nga pikpamja numerike, jam kurioze të di në Fakultetin e Mjekësisë në një vit akademik sa student ulen që synojnë të jenë përparëset e bardha të spitaleve në Shqipëri dhe sa për këtyre janë ata që shkëlqejnë dhe vlejnë vërtet nga syri i pedagogut? Në qindra student 10-15% shkëlqejnë, janë talent. Aq është cilësia e vërtet në një vit. Cilësia e vërtet. Janë ata që studiojnë, që impenjohen? Absolutisht, po. Mjekësia është talent apo është studim dhe punë? Unë do thoja 10% talent, 90% punë. Do më thënë, do unë po të lexoj dhe t'i futem shkollës mjekësisë me dëshirë, mund të bëhem mjek. Patjetër. Është kryesore, është puna, është didaktika, është rregulli, ndërgjegjësimi me përgjegjësi që do kemi që secili nga këto student duhet i kushtoj kohën të studiuarit. Çfarë i thua sot atyre që zgjedhin nefrologjinë? Specifikisht degën tënde? Nefrologjia nuk është një deg dhe nuk është një specializim i komoditetit, pra nuk është se është një zonë komfort të bëhesh nefrolog, patjetër që është një deg shumë e bukur sepse përmbledh shumë element të mjekësisë, je një internist shumë i mirë duke qenë një nefrolog, por ki një ansambël edhe të mjekësisë intensive, të emergjencës, së urgjencës. Është një rrugtim i vështirë sepse jo gjithë pacientët shërohen, jo gjithë pacientët shpëtojnë. Ki një rrugëtim të gjatë me pacientët kronik, të cilat i shoqëron përgjatë një kalvari vuajtjes dhe dhimbjesh pafund, i shoqëron në dializë, i shoqëron në transplant deri në momentet e fundit. Të bëj disa pyetje praktike si paciente tani. Çfarë është guri në veshka dhe pse krijohet? Guri në veshka është agregimi i gjithë elementeve mineraleve të cilat eliminohen përmes veshkës. Mjafton një dietë e bollshme me proteina shtazore, me kripra dhe të mos pim ujë dhe gurët janë të gatshëm për të formuar. Ndikon faktori genetik këtu? Mund të jenë të trashëgueshme gurët në veshka? Do më thënë, i ka pasur nëna dhe babaj, jam dhe unë e predispozuar që ta zhvilloj guri në veshka? Patjetër. Po, të gjithë patologjitë përfshi dhe gurët në veshka janë të trashëgueshme. Janë pikërisht ndryshimet metabolike të organizmit, stili i jetesës, të cilat trashëgohen dhe trashëgojnë në këtë mënyrë dhe predispozicionin për të formuar gur. Lexova diku që ka edhe njerëz me 3 veshka. Është e vërtet? Po, është e vërtet, po. Do më thënë kemi edhe një veshk duplex, shumë me 2 kate, në njërën anë të trupit. Aty pozicionohet veshka 3? Po, ne kemi raste me 3 veshka, pra ku janë 3 në numër, gjatë zhvillimit embriorial gjatë jetës intrauterine, ndodhin disa ndryshime, modifikime ku formohen jo 2, formohen 3 veshka, por nga ana tjetër kemi edhe deformime të tjera, të cilat janë në veshka të cilat kanë 2 sisteme kolektor që quhen veshka duplex, po. Tani është gjë e mirë që të lindesh me 3 veshka, por shkruaj një lloj malformacioni, diçka s'funksionon rregull. Këto janë ndryshime të morfologjisë normale, por të cilat nuk kanë probleme me jetën, thjesht ato zbulohen gjatë ekzaminimeve rutinë. Cila është historia më prekse që të ka ndodhur gjatë profesionit tënd? Historia më prekse gjatë profesionit tim ka qenë humbja e Timeti. Sa e tmerrshme është për një mjek të ballafaqohet me humbjen e njeriu të dashur? Është e dyfisht. Dhimbja dhe humbja është e dyfisht. Në radhë parë humb prindin, dhe nga ana tjetër humb dhe kupton që je i paaft si profesionist mjekësor ndaj fatit dhe Zotit. Si e përgatit veten një mjek për vdekjen? Vdekjen e pacientit,
betejat që humben në sallat e kirurgjisë, në sallat ku është në terapi intensive një njeri që do ta shpëtosh me çdo kusht. Vdekja në raport me njerëzit e dashur, me cilët herët ose vonë edhe mjeku vet do të përballet. Dhe vdekja personale, sa frikë kanë mjekët nga vdekja, duke e pasur çdo ditë përpara syve, aq afër. Mjekët që në bankat e shkollës, që në edukimin e tyre, ato ballafaqohen me vdekjen. Vdekja është e pranishme, është një proces fiziologjik, nuk është se mjekët nuk vuajnë nga humbja e jetës së një pacientit të të afërme, por ato krijojnë një farë mburoje, një mburoje mbrojtëse, e cila i bën ato që jo në çdo rast të preken dhe të shfaqin problematika lidhur me humbjen. Por nuk do të thotë që çdo pacient lë gjurmë në secilin nga ne mjekët. Dua të pyes, po imagjinoj tani në kokën time ambulancë, sinjale, alarmi, ti që je me familjen tënde, duke i bërë darkën fëmijës së dytë që e ke bebe të vogël ende, me bashortin tënd, në qetësinë tënde dhe detyra po të thret. Dhe ti duhet vraposh. Si përballohet ky ritëm që gjatë gjithë kohës ti je kështu me shigjeta që lëvizin mbi kokën tënde dhe ti duhet i shpëtosh, sepse detyrimisht çdo njeri ka një kohë private për jetën e vet, e meriton që të çlodhet, të ketë hapësirën e tij. Po ti më the që jam një mjekë në mision dhe si them kur jo, thirrje si ka një pacient për mua, kur unë duhet të jem, shkoj dhe jap shërbimin tim në spitalin publik. Absolutisht është një ekuilibër shumë i vështirë. Thua ndonjëherë që pse e zgjodha këtë profesion? Ke thënë ndonjëherë? Ç'desha që e zgjodha këtë profesion? Mbase këtë e thonë më shumë fëmijët e mi, ç'deshe mama që u bëre mjeke. Por të them të drejtën asnjëherë nuk jam penduar për profesionin tim, sepse ajo që mbart ai misioni, ajo emocionet që mbart çdo rast i zgjidhur, çdo shpëtim jete, çdo ndihmë ndaj pacientit është një emocion i jashtëzakonshëm. Unë nuk do ta ndryshoj asnjëherë profesionin tim, por ekuilibri është jashtëzakonisht i vështirë. Është e vështirë të jesh nënt, të jesh femër, të jesh bashkëshorte dhe njëkohësisht pas asaj telefonate, pas atij veprimi ka një njeri i cili është në emergjencë. Ekuilibri është shumë i vështirë, është shumë i brisht, por mendoj që njeriu në jetë bën zgjedhje dhe unë te kjo zgjedhje që kam bërë jam e lumtur dhe ndjehem mirë. Veshka kë ka si organ alat dhe kë ka armik? Veshka ka shumë alat. Veshka ka një alat e saj shumë të mirë, zemrën, që është pikërisht zemra i cila i pompon gjakun që veshka filtron, së bashku me zemrën veshka vendos dhe përcakton dhe presionin arterial, pra tensionin. Është pikërisht janë vlerat e tensionit që përcaktohen nga veshka dhe nga zemra. Veshka ka një mik shumë të mirë, ujin, jetën e shëndetshme, aktivitetin fizik, ndërsa armiq ka shumë veshka, ka sëmundjet kronike, ka sheqerin e rritur në gjak, diabetin, ka hipertensionin që e dëmton shumë, ka mungesën e lëngjeve, dehidrimin, alkoolin, duhanin, ka shumë miq, ka shumë armiq. Po në raport me ilaçet? Ka shumë medikamente të cilat dëmtojnë veshkën dhe ne i përdorim rutin për një dhimbje koke, për një dhimbje trupi. Cilat do të ishin? Siç quhen, është një familje e madhe anti-inflamatorësh, jo steroid, të cilët ne nuk e kuptojmë, por i përdorim në rutin. Është ibuprofeni, është voltareni dhe disa preparate të tjera të cilat fatkeqësisht përdoren në mënyrë të gjerë dhe nuk e kuptojnë dëmin që i shkaktojnë organizmin. Çfarë i bëjnë veshkës këto medikamente? Ta dim. Ti përdori me karar? Caktuar, po patjetër, në një moment të caktuar, të gjithë këto preparate që përdoren për trajtimin e dhimbjes shfaqin deri në insuficiencë pa mjaftueshmëri të veshkës. Ndryshimet fatkeqësisht janë të heshtura, të pakuptueshme, nuk kanë shenja, por në përfundim të dëmtimit ndryshimet janë të parikthyeeshme. Më thej që uji është miku dhe alati më i mirë i veshkave. Ti gjithmonë më thua, mos je dehidruar Elketa, duhet pish 2 litra ujë në ditë, ma rikujton. Drejt është, sepse më lejo të jap një shembull, mjafton një nga ne një shqiptar të shkojë në Saharat, mos hidrohet siç duhet, brenda 24 deri në 48 orëve ndodh çrregullime elektrolitike të tilla të cilat riskojnë veshkën dhe shfaqet insuficienca renale akute.
Insuficienca renale akute, ne jemi kaktus, nuk kemi kaq shumë rezerva hidrike në organizmin tonë. Absolutisht. Prandaj po them dhe vë theksin që sasia e lëngjeve që ne konsumojmë përgjatë ditës është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe jetike për organizmin tonë dhe për veshkan, sepse ajo ruan ekuilibra të jashtëzakonshëm të nivelit të ujit, të elektrolitëve, të presionit të gjakut, pra mban tensionin, prodhon hormone shumë të rëndësishme, të cilët janë përgjegjëse për tensionin në trupin tonë. Por si jemi ambicioz dhe themi që të paktën 2 litra ujë në ditë do ishin të shkëlqyera për shëndetin, për të bërë këtë shplarjen e veshkës dhe të gjithë rrugëve urinare, nga ana tjetër themi që nuk do ta teprojmë që të pijmë 3 litra ujë sepse do shkarkonim edhe elektrolitet e dobishme, apo jo? Elektrolitet quhen apo? Po, veshka ka një rol kryesor pikërisht në këtë ekuilibër. Nëse marrim sasi më të rritura, të shtuara të lëngjeve, patjetër ndodh hollimi dhe ulja e përqendrimit të elektrolitëve që janë jetik pH të organizmit ton. Nëse ne marrim sasi më të vogël, atëherë këto rriten përqendrimet dhe rritet risku për formimin i gurëve në veshka. Prandaj dhe përcaktimi i sasisë së ujit që ne duhet përdorim varet edhe sipas rastit dhe sipas individit. Dhe kjo është në këshillën mjekësore. Kemi shumë qytetarë të cilët vujnë nga entjet, kanë disa smundje bashkëshoqëruese, kanë edema, fryrjen e këmbëve, fryrjen e syve, fryrjen e trupit, kanë insuficiencë kardiake. Ato kanë rekomandime të tjera për sasinë e lëngjeve që duhet konsumojmë. Pra mos ta marrim si postulat mirëfill që duhet konsumojmë të gjithë pa përjashtim 2 litra ujë në ditë. Për shembull, pse oki në disa vende të Bashkimit Evropian nuk merret pa recetë mjeku? Aulini dikur që ne kemi pas përdorur shumë, më ke thënë dhe ibuprofeni nuk është kaq i dobishëm sa që mendojmë ne, ëh? Absolutisht. Të gjithë këto preparate që quhen preparatet e dhimbjes, përfshir okin, ibuprofenin, aulinën, voltarenin, janë një familje shumë e madhe, nuk duhet të merren në farmaci pa përshkrimin e mjekut, pa recetën e mjekut. Se çfarë bëjnë? Sepse ato dëmtojnë rëndveshkën, ato në mënyrë të heshtur rrisin presionin arterial dhe mund të arrijnë deri në dëmtim akut të funksionit të veshkës. Po me çfarë ta zvendësojmë ibuprofenin? Kam mjaft preparate të tjera. Unë e përdor si antidhimbje her pas here dhe për gjërat më banale. Nuk e rekomandoj, ne kemi biseduar shpesh, duhet të përdorim preparate të cilat nuk dëmtojnë veshkën. Ka mjaft si paracetamoli, mund të rrisim dozën e paracetamolit. Mund për dhimbjen kronike mund të përdorim suplement të tjerë, të cilët ulin pragun e dhimbjes, apo edhe duhet patjetër të përcaktojmë nëse kjo dhimbje ka lidhje me një dëmtim të caktuar apo jo. Suplementet ndërkohë që marrim në palestër, të gjitha këto preparatet, koncentratet proteinike që janë një vlerë e shtuar e dietës ushqimore, veshka po të kishte gojë, çfarë do thoshte? Ju lutem, duhet përpara përdorimit të tyre të kryeni disa ekzaminime dhe përgjatë përdorimit të këtyre dietave keto apo me nivel të shtuar të proteinave duhet të kontrolloni veshkën tuaj. Ka shumë të ri të cilët gjatë një check-upi, gjatë një kontrolli rutin vinë me vlera të shtuar të kreatinemizë dhe të azotemizë dhe i dedikohen pikërisht një diete të shtuar në proteina. Nuk është problem sasia e proteinave që konsumojmë, është mënyra dhe dozazhi i pa kontrolluar që përdoret dhe i sugjerohet qytetarëve. Një pyetje tjetër që është në fakt sensitive si pyetje, dhurimi i organeve ende një temë për cilët flitet shumë pak në Shqipëri. A kemi arritur neve që të transplantojmë veshkën këtu, të bëjmë një transplant të suksesshëm, a dhurohen organet në Shqipëri? Patjetër, në Shqipëri transplantohet veshka, është një ndër mënyrat e terapisë zëvendësuese të veshkës, përveç dializës kemi gjithashtu edhe transplantin, janë pikërisht familjarët të cilët në sajt përputhshmërisë që kanë dhurojnë veshkën, dhurojnë një organ, dhurojnë një jetë në rastin konkret. Transplantet kryen në mënyrë të suksesshme, ato edhe ndiqen përpara, ndiqen dhe pas nga mjekët nefrolog, në mënyrë që të kenë një ecuri dhe një jetëgjatësi sa më të madhe. Cilat janë shenjat e zakonshme që ne ja anashkalojmë por që mund të lidhen me veshkat kur bëhet fjalë për sinjalet e organizmit? Një dhimbje koke e pa shkak, një entje e këmbëve dhe akuzojmë qëndrimin gjatë në këmbë, një dhimbje mesi që akuzojmë që dhe mendojmë që mund të jetë një reumatizëm, një entje syve në mëngjes dhe ne mendojmë që kemi fjetur keq, një lodhje dhe një anemi
e pa shpjeguar duhet që ne të na intrigojë dhe ne të kërkojmë që të gjejmë një shkak që mund të jetë shkaku dhe veshka, sepse në veshk prodhohet një ndër hormonet kryesore të prodhimit të gjakut, që është eritropoetina, baza e formimit të ruazave të kuqe në gjakun ton. Dializa ndërkohë ndryshon jetën. Cila është gjëja më e keq kuptuar e dializës që ti do doje që shoqëria ta normalizonte? Shumë individ, pacientë të cilat janë në stade terminale të sëmundjes së veshkave nuk e pranojnë dializën. Ato e refuzojnë. Në dializë një pacient shkon kur të dyja veshkat janë në funksionit, ë? Po, kur të dy veshkat janë në funksionit dhe ato nuk bëjnë rolin kryesor në eliminimin e toksinave të organizmit, ka çrregullime elektrolitike, të hidrike, dhe pacienti është në kushte të vështira dhe për jetën. Ato refuzojnë, duket një diçka e cila ato do krijojnë një varësi të jashtëzakonshme, ato nuk do shkëputen asnjëherë, por realiteti është krejt ndryshe. Pacientët në dializë kanë një dhuratë që është një veshk artificiale. Dializa është baza, është shumë e rëndësishme në shpëtimin e jetës së këtyre individëve, por pikërisht roli jonë që kemi në përditshmëri të edukojmë të gjithë pacientët, të ndjekim gjithë pacientët gjatë rrugtimit të tyre të sëmundjes kronike, në mënyrë që ato në fund, kur është ai momenti që ato duhet të lidhen dhe duhet krijojnë marrëdhënie me dializën, të jetë sa më i paqë dhe sa më i pranueshëm. Sa vite ka jetuar një pacient i smur nëpërmjet dializës? Mbi 20 vjet. Mbi 20 vjet. Po ka shkuar sa shpesh në spital për të bërë procesin? 3 herë në javë, po. E mundimshme duhet të jetë apo jo? 4 orë çdo seancë? Po, patjetër. E mundimshme, është impenjuese, por ka shumë njerëz të cilët janë dializë, dhe ndërkohë kanë edhe aktivitetin e tyre të përditshëm. Ka individ të cilët përveç dializës zgjedhin dhe një formë tjetër alternative që është dializa peritoneale, që ato që realizon dializa e realizojnë në shtëpi përmes disa shkëmbimeve. Cili është parimi i procesit? Parimi i procesit është filtrimi i gjakut përmes aparaturës, largimi i gjithë toksinave, largimi i elektroliteve të tepërt nëse janë, largimi sasisë së shtuar të ujit, pra është funksioni totalisht i veshkës përjashtuar funksioneve neurohormonale, që lidhen me prodhimin e hormoneve të reninës, aldosteronit dhe eritropoetinës. Për te dializës, alternativa vetme është transplanti veshkës, Me një veshk sa vite jetë shtyn njerëzit? Veshka nuk ka skadencë. Nuk ka skadencë, mundet dhe ndryshon simas tipologjisë së individit, sëmundjeve bashkëshoqëruese, përkushtimit, kujdesit shëndetësor që i kushton vetvetes nga sistemi shëndetësor se sa i mbështet këta individ. Nëse veshka do shkruanin një letër për pronarin e tyre, në cila do të ishte fjalia e parë e kësaj letre? Fjalia do ishte vetëm me 3 pjesë. Mos hakrip, pisa si ujë dhe mos mbani urinën. Okej. Këta njerëzit që mbajnë urinën, çfarë i bëjnë veshkës ndërkohë? Shkaktojnë infeksione dhe të vazhdueshme urinare dhe patjetër në një fazë të caktuar mund të shfaqet dhe inkontinenca urinare, mos mbajtja e urinës. 2 problematika, inkontinenca urinare mbas menopauzës te gratë paraqet simptoma shumë evidente, edhe ka shumë gra që ankohen. Ndërkohë me burrat ndodh fenomeni tjetër i prostatës, problemet e prostatës, po. Si parandalohen, çfarë duhet të dim, çfarë kemi keq kuptuar, çfarë mund të mësojmë nga kjo bisedë? Inkontinenca urinare lidhet me shregullime hormonale, por edhe nga dëmtime strukturale. E rëndësishme është përcaktohet shkaku. Besoj që edhe mbas lindjeve gratë kanë gjithashtu. Patjetër, sepse dëmtohet mbështetja kryesore që është dyshemia pelvike. Lindjet natyrale, sidomos apo jo? Absolutisht. Cezariani është shmang këtë? Është shmang dhe lindjet natyrale patjetër që shfaqin kanë pasojë mos mbajtje në urinës, por mund të jenë edhe infeksionet, mund të jenë edhe thatësitë dhe ndryshimet hormonale që ndodhin që me komplementimin dhe me përmirësimin e situatës, patjetër përmirësohet inkontinenca urinare. Ndërsa gjinia mashkullore patjetër ka një predispozicion gjenetik, infeksione të rekurente urogenitale, rrisin predispozicionin për të shfaqur probleme me prostatën. E rëndësishme është që dëmtimet në prostatë
të zbulohen në fazat e hershme, të fillojë një trajtim mbajtës në mënyrë që të mos përparoj qoftë hipertrofia e benigne e prostatës apo kanceri i prostatës, në mënyrë që të parandalojmë pasoja që ka në organizmin tonë. Veshka më duket sikur ka më pak raste ku zhvillohet tumori në raport me shumë organe dhe raste të tjera. Po. Veshka në këtë aspekt është më e mbrojtur, nuk është aq i shpejt kanceri i veshkës dhe fatmirësisht kur shfaqet në fazat e përparuara të jetës, trajtimi është të thjesht kirurgjikal, sidomos në rastet kur ai zbulohet në fazat e tij të para dhe mundësia e rishfaqjes është më e ulët në raport me kancerat e tjerë. Nëse do flisnim për konkurrencën dhe meritokracinë, çfarë ndodh me konkurrencën në fushën e mjekësisë? Ka konkurrencë të ndershme? Mendon që ke marrë atë që ke merituar me që punon në sektorin publik me devocion prej sa vitesh, doktoresh Marsida? 20 vite po. Konkurenca patjetër që është e pashmangshme në çdo fushë. Mjekët që kur janë student kanë një konkurrencë dhe kanë një ego dhe një dëshirë për të qenë më të mirët. E shohim që ke brezi që nga ke studentët tanë. Aq më tepër kur formsohen dhe patjetër që ka vlera dhe konkurenca, por ka vlerë në ato raste kur ajo është benigne, është konkurencë e mirë, që do të thotë ruan standardet, ruan cilësinë, ruan etikën, ruan profesionalizmin, ruan marrëdhënien midis kolegëve. Se kisha dëgjuar ndonjëherë këtë konkurrencë benjine, se benjin Malin gjithmonë asocioj me smundje të keqe. Po, është konkurrencë e mirë, dhe ajo sjell gjithmonë zhvillimin, i bën që gjithë profesionistët të jenë më të përditësuar, të ndjekin sa më shumë trajnimet, përmirësohen, perfeksionohen, performojnë dhe rezultatet e këtyre shpalosen kek trajtimi i pacientit. Por kur ajo kalon në një fazë tjetër ku cënohet integriteti i kolegëve apo edhe dëmtimi i cilësisë dhe i standardeve, patjetër pastaj kthehet në një treg e cili mjekësia nuk është treg. Mjekësia është mision. Sot fal teknologjisë shumë njerëz janë të informuar. Pra kur vijnë për të bërë diagnostikën kanë një informacion paraprak. Sa e ndihmon dhe sa e pengon kjo mendimin dhe verdiktin final që jepni ju? A ka në fakt një përplasje të botëve, ju dhe pacienti sot, pacienti që do ndonjëherë të bëhet më kompetent se doktori, edhe fillon jep mend ndërkohë që ti po i bën diagnostikimin? Pacientët në përgjithësi në ditët e sotme janë shumë të informuar. Ato vinë dhe kanë një informacion të caktuar, kanë lexuar mbi çështjen, por problematika lidhet me interpretimin e çështjeve. Dhe është pikërisht roli këtu i mjekut të ditëve të sotme, i cili nuk është ai që duhet të flasë dhe pacienti dëgjon. Është një bashkëpunim me pacientin për të qartësuar dhe për të shpjeguar të gjitha ato pikpyetje, të gjitha ato problematika që ka pacienti. A është privilegj të jesh sot mjek apo është një profesion i nënpaguar apo ka një kosto oportune shumë të lartë, merr shumë kohë nga jeta private, shumë i lodhshëm, apo është i mrekullueshëm sepse në fund misioni është shpëtimi i jetës, është ndihmosh shëndetin. Ka dhe një betim të shenjtë Hipokratit që është një nga marrëveshjet më të bukura që bën njeriu me profesionin, kontrata morale që shkruan. Më përpara statusi ishte i paracaktuar me profesionin që kishe. Pra të ishe një mjek, kishe një status të caktuar, ndërsa në ditët e sotme dhe mënyra se si e shohun profesionin mjekësor, e shoh si një profesion servitudi. Ne jemi në shërbim të qytetarit, jemi në shërbim të pacientit. Unë privilegj nuk e konsideroj që jam mjeke. Unë privilegj konsideroj pacientin i cili mbeson jetën e tij. Privilegj kam besimin që ka pacienti ke unë që trajtohet tek unë. Ky është privilegji i vetëm. Të jesh mjek sot nuk është privilegj. Është e vërtet, është një profesion shumë i lodhshëm dhe pak i paguar. Ka profesione të tjera të cilat janë shumë të paguar dhe përgjegjësia është akoma më e ulët. Klinika premium. Klinika private që keni ndërtuar bashkë me bashkëshortin tuaj, një klinik model në kryeqytet ku unë vi dhe bëj rregullisht analizat. Stafi im gjithashtu. Nga sektori publik në sektorin privat, a janë mjekët biznesmen në fakt?
Pyetje shumë e bukur, sepse aludohet shumë për këto dhe ka shumë komente. Spekulime. Unë si mjekë punoj me të njëjtën devotshmëri, me të njëjtin standard, me të njëjtën cilësi dhe përkushtim si në sektorin publik dhe në sektorin privat. Sektori publik është një detyrim profesional, detyrim moral, është misioni im. Ndërsa Premium Clinic është projekti i jetës ku me bashkëshortin tim kemi ndërtuar dhe kemi realizuar një strukturë e cila përmbush të gjithë standardet, të gjithë cilësinë dhe misionin ton, përtej kufinve dhe përtej cungimeve dhe mangësive që mund të ketë një sistem shëndetësor, është idealizimi dhe qasja multidisiplinore që ne vendosim dhe duam të krijojmë një model të institucionit shëndetësor në vendin tonë. Që në sektorin publik e keni vështirë ta implementoni për shkak burokracive dhe procedurave. Këtu jeni të pavarur dhe duke respektuar ligjet dhe normat e Ministrisë së Shëndetësisë, ligjet që janë. Absolutisht. Sillni një risi, një cilësi, një risi në cilësi, një risi në standarde, një risi në cilësi në menaxhim dhe një risi në trajtimin e pacientit. Atëherë pse nuk i kushtoni 100% të kohës këtij sistemi të ri që është një shtojtë shumë e mirë e sistemit publik, po ktheheni përsëri tek dashuria e vjetër tek spitali publik. Atëherë zemra. Sektori publik është dashuria ime, sepse unë aty kam misionin, kam përkushtimin të shërbej të gjithë qytetarëve. Pra nuk e zgjedh pacientin aty. Nuk e zgjedh pacientin, ndërsa në sektorin privat është pacienti i cili më zgjedh mua. Nga ana tjetër, në sektorin publik janë studentët, është brezi i ri i mjekëve, të cilët ne duhet të kontribuojmë në krijimin dhe në formësimin e brezit të ri, e mjekëve të ardhmes. Nga ana tjetër, sistemi publik qasë dhe ka pacient të cilët kanë sëmundshmëri të lartë, janë rastet më të vështira dhe janë dhe përcjelljin një emocion shumë të madh në zgjidhjen dhe në trajtimin e duhur të tyre. Janë sfidë më e madhe profesionale edhe për ju. Absolutisht, po. Çfarë ka ndryshe nga klinikat e tjera, klinika premium? Cilat janë avantazhet tuaja konkurruese? Unë si paciente kur vi aty, cilat janë specialitetet që ju mbuloni? Çfarë gjej? Premium Clinic është konceptuar si një model i një poliklinike i cili ofron shërbime për të gjithë në çdo lloj aspekti, që do të thotë bazën, patjetër që janë në shërbimin e nefrologjisë, por ne ofrojmë shumë shërbime të rëndësishme, siç është shërbimi i kardiologjisë, shërbimi i pediatrisë, pneumologjisë, onkologjia, që është një ndër degët më të reja dhe në zhvillim, kujdesi paliativ njerëzve të cilët janë në stade terminale të jetës, kujdesi urologjik. Çfarë do të thotë kujdes paliativ për stadet terminale të tumoreve? Kur bëhet fjalë për onkologjinë, çfarë gjejnë pacientët në klinikën tuaj? Pacientët gjejnë një qasje ndryshe. Jo, shtrohen aty, domethënë qëndrojnë në day hospital, bëjnë trajtimet, kurat, qëndrojnë në domethënë mjedis spitalor? Pacientët tanë diagnostikohen, realizojnë ekzaminimet e nevojshme në konsult me mjekun onkolog dhe me mjekët e tjerë të klinikës. Njëkohësisht, ato marrin e aplikojnë terapitë e nevojshme për stade terminale të tyre, por njëkohësisht i ofrohet dhe shërbimi i mjekut në shtëpi. Kur themi ginekologjia, çfarë mbuloni te klinika premium? Në ginekologji realizohen ekzaminimet kryesore, pap testet, ekzaminimet imagjike, ekografike, të ndryshme, realizohet ndjekja e shtatzanive, realizohet mjekimi i pacientëve, ekzaminimet laboratorike dhe ndjekja e gjithë pacientëve me problematika të ndryshme. Sektorët e tjerë cilët ishin? Sektorët e tjerë të rëndësishme është kardiologjia, të cilën ne realizojmë kontrollet bazë të funksionimit të aparatit kardiovaskular, si me ekzaminime laboratorike ashtu dhe imazherike, realizojmë ndjekjen e pacientëve që vuajnë nga sëmundje kronike, nga hipertensioni, njëkohësisht mbështesim dhe trajtojmë dhe pacientët dhe ato të cilët janë pas
gjendjeve kirurgjikale dhe rehabilitimi pas infarktit të miokardit, që është një element shumë i rëndësishëm. Pra kemi më shumë diagnostikim dhe terapi. Po. Jo kirurgji, jo shtrime. Jo kirurgji, jo shtrime. Okay. Baza dhe themeli i së tërës është pikërisht në diagnostikimin, në trajtimin, në ndjekjen dhe në rehabilitimin e pacientëve tanë. Në këtë pikë të jetës sje, cili është vizioni yt i rritjes, ëndra e madhe që ke ti? Ku do të mbrish ti, doktoresh Marsida? Ëndra e secilit individ patjetër që është një ëndër në radhë të parë familjare. Familja është baza dhe buri i themelit të çdo gjëje, po patjetër është ana profesionale. Në anën profesionale unë të rëndësishme kam që patjetër të ndikoj sa do mundem në sistemin tonë shëndetësor, të ndikoj sa më shumë në saj të ekspertizës sime, në saj të vlerave që mund të ofrojnë në trajtimin e pacientëve, në uljen e sëmundshmërisë, por nga ana tjetër në sajt sektorit që unë punoj, të krijoj një model institucioni shëndetësor dhe të vej gjurmët kryesore të mjekësisë moderne dhe bashkëkohore. Je bërë në moshën 40 vjeçare. Unë të kam njohur në fakt kur ke qenë shtatzan në pritje të bebes së dytë. Tani është bërë goxha burr bebja, u vë 2 vjeç gati, ë? Po. Si shkon rritja e fëmijës së një gruaje në karrierë me kaq shumë impenjime, një klinikë private, një spital publik andej. Ato netët pa gjumë kur ai bebi smuret, si ja bën ti që të gjesh forcën? Pin 3 kafe rresht apo kush është forca? Apo ai është lodhja, ai është dhe vetë forca? Përqafimi i fëmijëve është forca dhe energjia që kemi ne si nëna. Të them të drejtën, mëmësia nuk është se ka një kalendar universal. Patjetër që biologjia ka ato privilegjet e veta, ka prioritetet e veta, por edhe programet tona patjetër që kanë prioritet. Sa është diferenca e dy djemve? Diferenca është 10 vite. 10 vite. Pra një fëmijë 30, një fëmijë 40. Pikërisht për shkak të impenjimeve, u arrit që shtatzania e dytë të ishte në moshën 40 vjeç. Ti përballove shkëlqyeshme, përballove shumë mirë apo jo? Absolutisht po, biles ka ndikuar pozitivisht, pavarësisht disa kilogramëve më shumë. Jam rikthyer që këndoj ninulla apo qingji vogël e kështu me radhë. Është një element shumë i rëndësishëm, është një forcë e mbrëmshme që ka secila nën për të përballur jo vetëm sfidat familjare, por edhe ato profesionale. Është një energji, është një forcë e cila më ndihmon dhe më ndjek çdo moment. Nëse do të kishe mundësi të ndryshoje 3 gjëra në sistemin shëndetësor publik shqiptar, çfarë do të ndryshoje? Për çfarë do të ngrije zërin sot? Çdo sistem në mbar botën ka të mirat dhe të metat e tij. Një sistem shëndetësor ideal duhet të ketë dhe duhet të investojë në burimet njerëzore, që janë pikërisht edukimi, trajnimi në vazhdim, përcaktimi i standardeve cilësisë dhe vlerësimi në vazhdim i stafeve mjekësore. Së dyti, duhet të ndryshojë forma e financimit të sistemit shëndetësor, që do thotë është pikërisht pacienti i cili duhet të zgjedhë ku duhet të shpenzojë të ardhurat e tij dhe cilin sektor duhet të referohet dhe duhet të ndjeki, dhe nga ana tjetër në qendër të sistemit shëndetësor duhet të qëndrojë pacienti. Pacienti, të dhënat e tij duhet të jenë të informatizuara, pacienti nuk duhet të orvatet në sistemin shëndetësor, rrugëtimi i pacientit në sistemin shëndetësor duhet të jetë sa më i thjeshtë, të ketë sa më shumë akses ndaj shërbimeve shëndetësore, nuk duhet ketë radhë pritje, duhet ketë standard dhe cilësinë shërbim shëndetësor ndaj tij. Të lexoj disa fjali të bukura nga libri Mjekët i Stendhal, është një nga librat që unë e kam lexuar mbase 12 vite më parë, gjithmonë më ka kuriozuar bota e mjekëve. Dhe ka disa fjali të cilat i kam përzgjedhur të ndaj me ty. Mjeku nuk ka detyrë të jetë hero, ka detyrë të jetë i saktë kur të tjerët tremben. Njeriu kërkon siguri. Mjekësia jep probabilitetet, mundësitë, dhe aty lind keq kuptimi më i madh me pacientin. Çfarë presioni jetoni juve në fakt? Mjeku i mirë e pranon, nuk e di ende, përpara se të thotë e di. Është e vërtetë apo jo? Ju duhet bëni një punë të madhe kërkimore, të jeni të bindur në atë diagnozën që jepni, që mund të jetë përcaktuese e rrjedhës fatit që do të marr për atë pacient jeta. Dhe mshuria pa kufi e lodh zemrën.
Profesionalizmi pa zemër e vret besimin. Shpresa s'është gënjeshtër kur shoqërohet me të vërtetën, gënjeshtër bëhet kur e zëvendëson të vërtetën. Gabimi më i rrezikshëm nuk është ai që bëhet nga padia, por ai që bëhet nga nxitimi. Në spital koha peshon si metal. Kush nuk e respekton, e paguan me jetë. Mjeku se shëron gjithmonë sëmundjen, shpesh shëron frikën që e bën sëmundjen më të rëndë. Autoriteti i mjekut nuk duhet jetë frikë, duhet jetë qartësi. Kur mjeku të dëgjon vërtet, gjysma e diagnozës tashmë është thënë nga pacienti. A i ke gjetur qëllimin e jetës, doktoresh Marsida? Besoj që po. Cili është ai? Qëllimi i jetës është një familje e jashtëzakonshme, përqafimi i fëmijëve të mi është gjëja më e bukur që ekziston, por patjetër që dhe profesionalizmi dhe misioni që unë mbar dhe unë kam e bëjnë jetën time plot ngjyra dhe plot emocione dhe patjetër që jam i lumtur në atë që bëj çdo ditë. Nëse do kemi ndonjëherë ndonjë problem veshkash, mos paqim kur, e kemi gjetur tani adresën e nefrologës së dur. Tu uroj me që shëron shumë njerëz që mos të kesh asnjë sëmundje në rrethin e njerëzve të dashur edhe të keni jetë gjatë të gjithë. Shumë faleminderit që ishe këtu me neve sot për këto informacione kaq të dobishme dhe këtë bisedë kaq të këndshme. Shumë faleminderit. Faleminderit Arketa për mundësinë. Faleminderit ty që je e jashtëzakonshme, je jashtëzakonisht një qytetare model dhe një paciente model e cila nuk lë ekzaminim dhe moment dhe dyshim për një çrregullim një patologji e cila trajton dhe jo vetëm veten, po gjithë familjarët e tu në mënyrën e duhur, në kohën e duhur dhe i zill situatat sa më pak pasoja. Dhe ti në fakt më përgjigjesh për çdo lloj probleme që kam, jo vetëm për veshkat. Kështu që kënaqësi e imja që të falenderoj. Kur të del emri im në telefon, të lutem mos thoj Bobo Alketa. Se unë jam hipokondriak ekstrem. Dhe unë këtë e di, kështu që prandaj përgjigjem gjithmonë. Faleminderit shumë. Shëndet për të gjithë. Shëndet për ju dhe gjithë familjarët.